Ose polemika që bëhen, dhe kjo është e shumt, bëhen edhe nga njerëz që në rastet ndryshme, do të thënë janë që e mbrojnë hakun, mirë po bëhen polemika që do thotë ai që fiton e ka të vërtetën. Me këtë qëllim, do të thënë gjitha këto janë të ndaluara. Se ka ardhur një njeri te Imam Maliku, një njeri prej Murxhieve, do të thënë që ka qenë i rënë në Irgja, edhe i ka thonë Imam Malikut, ja Aba Abdillah, isma' minni shay'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Ka thonë dëgjom të them diçka, ti tregoj mendimet e mia dhe të polemizojmë. Do të thënë ta shohim do thotë kush po mund. Do të thënë cili e mposht tjetrin. Ka thënë Imam Maliku, nëse unë fitoj, nëse unë do të thënë të mundi, ka thënë atëherë unë të ndjek ty. Dhe nëse ti mund mu, ka thënë ti më ndjek mua. Ka thënë nëse vjen një i tretë dhe na mund të dyve, ka thënë ndjeki matë. Atëherë, ka thënë Imam Maliku, ja Abdallah, o robi Allahut, ba'ath Allahu azza wa jalla Muhammeden bidinin wahid. Dhe thëtë, Allahu e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me një fe, një rrugë. Wa araka tantaqilu min dinin ila din, kurse unë ty të shoh se ti hidhesh nga një fe në një fe tjetër. Do të thënë kush është më i fortë në oratori, e ndjekim fenë e atij. Vjen njëri thotë, do thotë nuk ka kaderit, e kanë mohuar diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë gjitha këto argumente që i përmendëm më herët se për diturinë gjithë përfshirëse të Allahut subhanahu wa taala, edhe faza tjera të kaderit, shkrimi e kështu me radhë. Do të thënë asgjë prej këtyre nuk u ka mjaftuar dhe kanë thënë çdo gjë ndodh e re. Edhe kur të ndodh e mëson Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë nuk e di përpara asaj ndodhije. Do të thotë kanë dalë në tjetër fe. Edhe kuptohet se me të vërtet kanë dalë prej feje. Do të thotë selefi i kanë shpall mosbesimtar ata. Mirë po, kështu, pastaj nëse i shohim disa prej figurave të tyre, të kelamistëve, në shumë faza tjetës kanë pas fejt të ndryshme dhe nuk kanë qëndru në atë fejt që e ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë pra Imam Maliku, unë e shoh që ti, do të thënë, këcen, hidhesh nga një fe në një fe tjetër. Do të thënë, nëse ky është më i fortë në polemik, e ndjekim këtë. Ku i lam hadithet, i harrum. Po vjen tjetri na mund, atëherë ndjekim atë. Kështu ka thonë men ja'ala dinahu aradan lil khusumat akthara at-tanaqqul. Do të thënë kush e bën fenë e tij fus për polemika, do të thënë e bën atëherë hedhjet e tij janë të shumta. Do të thënë ndryshimet vazhdimisht do të ndryshojë. Kurse kush e mëson fenë në Kur'an dhe Sunet edhe në shpjegimet e selefëve dhe kapet fort pas tyre, atëherë është stabil në fenë e tij dhe është i paluhatshëm.